para disa ditësh, mamaja e Selinës i kërkoi banorës që të largohet nga shtëpia e famshme në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin e saj për presionin dhe konfliktit që ka kaluar në lojë. Mami të kanë ndjekur non-stop, sonte duhet të vish me mamin në shtëpi, sepse deri këtu ka qenë rrugtimi i yt. Mami ka qenë dakord me çdo gjë që ka ndodhur brenda lojës. 48 orët të fundit ka qenë përdosje dhe për ulje shumë e madhe, ti për këtë artit, jo dy njerëzve që nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. U shpreh ajo duke referuar debatit të fundit me Mirin dhe Rogertin. Megjithatë, Selin vendosi të qëndronte në shtëpi dhe të luftonte për çmimin e madh, duke mos e hapur rrugë kërkesës së nënës së saj dhe duke treguar vendosmërinë për të vijuar garën. Por ditën e djeshme, Miri i kërkoi falje për situatën e krijuar jo vetëm për Selin, por edhe për nënën e saj. Ai shprehu se nuk kishte pasur qëllim të ofendonte, por kuptoi se sjellja e tij ishte interpretuar ndryshe. Të dalim te mami se posa do vitë e tij, se mamaja erdhi dhe tha ato fjalët, dakord, nuk ka qenë qëllimi që të ndihen keq familjarët apo prindrit tanë. Nuk e kam bërë këtë me qëllim të keq, nuk kam ofenduar, po ta them sinqerisht këtë pjesë. Megjithatë, nëse është ndjerë se kam ofenduar, i kërkoj ndjesë së saj dhe të kërkoj ndjesë edhe ty. Edhe me sinqeritet nuk kam bërë asnjë koment negativ. Megjithatë, është interpretuar ashtu dhe u kërkoj ndjesë të dyjave, ty, mamas tënde dhe familjes tënde. Nga sot e tutje nuk do të ketë asnjë koment negativ, asnjë fyrje drejt për drejt dhe këtë ta them sinqerisht. Ama këtu jemi në lojë dhe do të flasim për lojën. Selin pranoi ndjesën dhe konfirmoi vendosmërinë për të vijuar garën, duke treguar pikuri dhe fokus ndaj sfidës së madhësisë së këtij edicioni.